Hello, përshëndetje, mirë se keni ardhur në videon time të radhës. Atëherë unë quhem Silvia për të gjithë ju që nuk më njihni dhe ju ndodheni te kanali im YouTube-it. Atëherë siç më ta kuptoni, unë sapo jam zgjuar nga gjumi, edhe ora është 6:03. Unë erdha nga puna në orën 3:30 sepse sot për herë të parë provova që të bëj fasting 20 orë dhe vendosa që të mos ta merrja fare lanchin tek puna, duke qenë se nuk do konsumoja ushqim, edhe kam mbaruar punën gjysmore më herët. Problemi është që kur erdha në shtëpi dhe hëngra bukë, ushtriva pak në sallon me idenë që të qetësohesha pak, më kishte zënë gjumi. Atëherë këtu tek bloku, të cilin gocat që më ndjekin në Instagram e kanë parë, ky është planeri im për vitin 2025-2026, pra ka vetëm 3 muaj të fundit, më duket se kam nisur në kusht. Dhe këtu ka të gjitha stikerat për të planifikuar sa më mirë ditën tuaj, ndërsa këto që lexon Payday dhe kam prituar unë dhe i vendos gjithmonë te java që marrim çekun, pra te dita që marrim çekun. Atëherë kjo është dita që unë kam planifikuar për sot, e di që shumica e këtyre gjërave pas gjumit që sapo bëra nuk kam për t'i bërë, por gjëja e parë që kam shënuar është të bëj fotot e ditës së parë të shkollës të Rajanit, edhe pse shkolla ka 1 javë që ka filluar. Kam harruar të them që shkolla këtu tek ne ka filluar në datën 2 shtator, pra 2 shtator ka qenë dita e parë e Rajanit për në shkollë. Dhe kam bërë një as në Instagram, në cilën kam pyetur gocat se çfarë interesi kishin në lidhje me shkollat këtu në Amerikë. Dhe njëra nga gocat më ka shkruar që thjesht na tregon ti se çfarë gjërash të kanë bërë përshtypje në shkollat në Amerikë në krahasim me shkollat në Shqipëri. Një gjë që më ka bërë përshtypje është që nxënësit tek shkolla e Rajanit dhe besoj në çdo shkollë në Amerikë nuk qëndrojnë nga klasa e parë deri në klasën e 5 pra të njëjtët grup nxënësish. Ata mundojnë që të ndrojnë çdo vit nxënësit duke alternuar në mënyrë që ata të njihen me njëri tjetrin, që kur të shkojnë në middle school, para klasë 6, të jenë sa më të ambientuar me njëri tjetrin dhe të njihen pothuajse të gjithë bashkë. Kur e bëra në fillim në first grade, pasi Rani kishte krijuar disa miqësira në kindergarten, unë u mërzita sepse nuk doja që Rani të humbiste kontaktet me shokët që kishte. Por shkolla të nisin letër të cilët ti duhet ta plotësosh, edhe aty do shkruaj gjithsesi nga emrat e nxënësve të cilët ti do që ti kesh edhe vitin e ardhshëm. Pra kjo është një nga gjërat që më ka bërë më shumë përshtypje. Një gjë tjetër që më ka bërë përshtypje është orari i të zgjatur. Pra shkolla këtu fillon në 8:30 hapet dera, por duhet të çosh fëmijët nga ora 8:30 deri në 9 pa çarek, të paktën tek shkolla e Ryanit këtu në Philadelphia po flas, dhe mbaroi në orën 3:30. Ne mësuara në Shqipëri që mbaroni gjithmonë në orën 1:30 dhe për herë të parë më dukej sikur fëmijët vuanin që qëndronin aq shumë në shkollë, por më vonë kuptova që kjo është një zgjidhje për t'i lënë prindrit të punojnë sa më shumë të munden, sepse nëse fëmia do mbaronte në orën 1:30, atëherë një nga prindrit do të detyrohej që të mbaronte gjithashtu më herët. Një gjë tjetër që më ka bërë përshtypje është që ka gjithmonë makina policie, si në mëngjes, si në orarin e mbasditës, pra që fëmijët mbarojnë shkollën, dhe mendoj se duhet të ketë edhe për gjatë ditës, por kam vënë re që gjatë këtyre orareve ka më shumë makina policie, gjë që t'i jep ty atë sigurinë që fëmijët të paktën janë të sigurt duke qenë se ka siguri dhe makina policie. Një gjë që më bëri përshtypje është që nuk kishin detyra shtëpie, as në kindergarten, as në klasë të parë, por kjo gjë vazhdoi edhe në klasën e dytë. Mësuesja na çon një email duke thënë që fëmijët do marrin në shtëpi detyra matematike, por nuk e kanë të detyrueshme që t'i kthejnë mbrapa në shkollë në mënyrë që mësuesja t'i kontrollojë. Pra nëse ti do t'i plotësosh ç'është shkolla, zgjidhja jote, nëse nuk do, nuk i çon. Pastaj një gjë tjetër që më ka bërë përshtypje, jo vetëm në shkolla, por kudo në Amerikë, është të gjithë njerëzit vishin super thjesht. I shikon të gjithë me pijama, gjë që më ka bërë përshtypje në fillim. I shikon ndonjëherë që sapo janë larë, i kanë flokët të lagura, pra nuk i kushtojnë aq shumë rëndësi pamjes së jashtme sa i kushtojmë ne në Shqipëri. Këto ishin të gjitha gjërat që doja të thoja në lidhje me shkollën e Ryanit, por disa goca në New York më ka thënë që në New York funksionon ndryshe, përveç se shkolla ka nisur 1 javë më vonë, por kanë detyra që në kindergarten, gjë që tek Ryani thashë nuk kanë. Okej, unë do vazhdoj të planifikoj pak ditën e nesërme, sepse më pëlqen që ta bëj këtë gjë gjatë kohës mbasdites, sepse në darkë jo merrem me gjëra të tjera, ajo bëj dush, dhe nuk dua që të jem shumë e lodhur në momentin që bëj planifikimin e ditës, sepse dua që të planifikoj gjërat sa më mirë të mundem. Are turning brown, red and yellow, soon they'll be falling down. Now I'm not ready, not just yet. I'm not ready for autumn.
Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. The light that flickers. Jam ndihmosh mami për të bërë byrek? Ja. Çfarë do bësh me atë brumin? Çfarë do bësh? Byrek? Where's the like thing? Ja, po pastaj me atë. Tani thjesht do ta bëjmë ashtu. Feels like the first time. Throw away all my pride. Don't wanna say I love you first, but holding it in just might make me burst. Love in the open, daydreaming, hoping, melting in our make-believe new worlds. Whispering winds bring the remembrance that you're my girl. No shame, no games. I wanna fall in love, fall in love. I'll be your savage, I'll be your baddest. Or do you like sweet caramel honey dipped? I'm yours till the beat flips. Don't let it slip. Give up my power. Yes, afraid to lose each other. Counting the hours till I see you again. Could you be life lover and Tani sa po i mbarova punët dhe ora është 12:02. Byreku doli shumë i shishëm, unë nuk e provova, por Rani që provoi tha që ishte shumë i mirë. Tani po flas me zë të ulët sepse Rani është në gjumë. E tani do të patjetër që të bëj një tush për vete, të heq make-upin dhe doja që të vendosja në fakt kam 3 maska të cilat janë tip sample, është të vegjël. Do laj vetëm trupin sepse flokët i kam larë dje në dark. Edhe mund të duket shumë mirë që janë shumë në gjendje skandaloze. Nuk e di pse, flokët të kohë të fundit s'po më qëndrojnë fare, po fare mirë, ndoshta nga që i laj për ditë, i kam larë pothuajse për ditë. Edhe më yndyrroset shumë pjesa këtu lart e rrënjës. Mendova mos të kishe nga produktet Olaplexit, këto maskat dhe serumet që vendos në fund. Por dije që i kam larë nuk i vendosa as edhe një gjë. Po ju tregoja për flokët që më kanë ikur këto pjesë të anësore, pra më kanë krijuar hapësira boshe. Dhe duhet patjetër që të marr bajin e rozmarinës dhe të filloj të bëj përsëri të paktën 2 herë në javë dhe flokët do mundohem që t'i laj 2 herë në javë. Do thosha një herë në javë, po është e pamundur, nuk mund ta bëj. Jam gati tani që të futem në dush dhe mos tani pas punëve të laj me gjitha, ndoshta dhe e bëj, por do ta mbaj shumë veten që të mos t'i laj sepse nuk dua që t'i dëmtoj flokët edhe më shumë akoma. Thought that I would be a bit at peace by now. Yeah, you're lying in the shadows of my room. Oh, always heard your voice, I forget the sound now. You're awfully quiet while I cry out for you. Oh, I know you don't have much to say, yeah, that's clear now. But I won't keep on giving you grace while my heart's broken by you. You take the time away to clear your head out, but I had so much to say, and you. Hello, gati të tjetër i këtij vlogut. Atëherë, kjo është një hapje pas akonde ditës së dytë të vlogut, duke qenë se unë gjithmonë e hap pas punëve ose në mëngjes. Sot kam vendosur ta hap në orën 5:30 të mëngjesit. Okej, ora është 5:30. Edhe unë kam gjysmore që në zgjuar që në orën 5, sepse sot është data 12 shtator dhe del iPhone-i i ri, pra 17 Pro Max. Dhe thoshte që del në orën 5 të mëngjesit, por nuk e kisha lexuar që thoshte 5 të mëngjesit pi ti
që do të thotë tu në Philadelphia do të jetë në orën 8 të mëngjesit dhe jo në orën 5. Unë kam bërë gati të gjithë procedurën e pre-orderit dje dhe doja patjetër që ta kem iPhone-in sa më shpejt jetë e mundur, kështu që unë jam ngritur sot si lugati. Po këtu te website-i thotë be right back, duke qenë se nuk është lançuar akoma, pra do lançohet në orën 8 të mëngjesit. Por problemi është që mua tani më doli gjumi, nuk kam gjumë, kështu që po vazhdoj po editoj video. Kur të dalë iPhone-i pastaj në orën 8 që të jem në punë, do ta marr laptopin me vete. Por do i flas pak më vonë kur të jem zgjuar tamam. Hello, përshëndetje, mirë se keni ardhur tek dita tjetër e këtij vlogut. Atëherë, e di që te dita dje keni parë thjesht në mëngjes që unë jam zgjuar dhe kam bërë porosi iPhone-in e fundit për 17 Pro Max dhe kam thënë që do shifemi gjatë ditës, por nuk pam asnjëherë. Arsyeja sepse nuk u pam është sepse mendova që të xhiroja pas punës në orën 4 pra që mbaroj punën 3:30. Por më ka ardhur një koment në YouTube, që në fakt më kishte ardhur një ditë më përpara, që thoshte vdes për ty, ishte një adresë fake, pra një email falso. Dhe unë kam diçka në momentin që në YouTube më vinë komente, e qoftë edhe nga profilet të cilat nuk janë me emër, me mbiemër apo me fotot të tyre. Unë gjithmonë u bëj like dhe mundohem që t'i kthej një koment. Pra nëse më shkruan diçka të mirë, atë mundohem që t'i dërgoj ndonjë zemër, u bëj like ose një emoji. Pra nuk është se u jap muhabet, por thjesht dërgoj një emoji. Problemi është që ky personi kishte vazhduar edhe kishte shkruar që ta adhurojë dritë dielli, veshka e mëlçimit duken pak më dhënë për ty. Dhe normalisht më ka mërzitur shumë sepse kam marrë edhe herë tjetër komente, siç u thash nga profilet të cilat janë false, por asnjëherë komente të këtij lloji. Dhe unë nuk jam pasim person ose të kem një raport të keq me një person që të doj të shkruaj këto komente, pra se duket që është një koment dashakeqe, se në momentin që unë ty nuk të kthej përgjigje, ti nuk mund të vazhdosh të shkruash akoma komente të tipit, do të nuk e di, jam vërtet shumë e shokuar dhe ti kam marrë nga puna, kam qenë vërtet shumë e mërzitur. Nuk mundohem gjithmonë që të mos ndikohem nga këto komente, por më vinte inat se kush mund të jetë një person kaq dashakeqe sa të doj të shkruaj komente të tilla. Ndoshta nuk t'i kisha dhënë fare vëmendje as në Instagram, dhe ndoshta as tani në YouTube. E di që nuk jam personi i parë që marr komente të tilla, sepse të gjitha gocat që bëjnë video në YouTube kanë marrë komente të tilla negative. Por problemi është që këta njerëz duhet t'u vësh një stop. Pra duhet që t'i bllokosh, duhet të ketë një mundësi që këta njerëz të mos shfaqen fare në profilin tënd. Dhe shqyrtysh YouTube ka opsionin hide. Dhe dua t'ju them edhe diçka tjetër, se kam një gocë që më ndjek në Instagram, të cilën e përshëndes shumë, por nuk t'ia them emrin, e sigurt që ai do shohë videon dhe do e kuptoj vet, e cila më ndjek me adresën e bashkëshortit të vet, pra ka Gmailin e bashkëshortit në YouTube, edhe më ka komentuar gjithmonë, siç flasim pra në Instagram, zemra, shpirti, dritë dielli, sa video e bukur e të tjerë. Dhe një ditë, unë i bëja like edhe ktheja komente, një herë kam fshir komentin dhe i kërkoj vërtet shumë ndjes, sepse ishte një koment diçka e tillë dritë dielli, gjëra të bukura dhe mendova kush është ky çun që po më komenton mua dritë dielli, por nuk e kisha bërë lidhjen që ishte me pra bashkëshorti i shoqes time. Dhe ai goca më kishte thënë që unë të ndjek nga adresa e bashkëshortit, por duke qenë se ne merremi me punë, me gjëra, nuk më shkoi mendja aq që të bëja lidhje midis tyre. Thjesht një ditë të bukur i shkruaj, faleminderit për komentet e bukura, kam parë që më komenton gjithmonë, por nuk është se të njoh personalisht, nuk e mbaj mend fikse çfarë i kam shkruar, por diçka të tillë, pra mirësjellje. Dhe goca më ka shkruar direkt në Instagram, Silvia, jam unë me profilin e bashkëshortit. Kam thënë më përpara që të ndjek nga adresa e burrit, të ndjek edhe nga adresa e gocës, pra të ndjekim nga të dyja. Dhe më ka dërguar me video në Instagram që më ndiqte nga adresa e burrit në YouTube, edhe e kam mirë kuptuar. Domethënë nëse një njeri do vi dhe do më thotë Silvia, shikoste me këtë adresë jam unë, edhe jam gocë, edhe jam X person që dal në Instagram për shkak se me gocën flas gjithmonë, dal në Instagram me fytyrën time, ka familjen, bashkëshortin, postoj gjithmonë, pra nuk jam një adresë false dhe thjesht po them shikoste jam unë me këtë adresë, atëherë i mirë kuptoj gocat dhe vlerësoj shumë që mori mundimin dhe të më thoshte që shiko Silvia se ky person jam unë edhe welcome, jam unë me këtë emër dhe me këtë mbiemër. Sot që po ju flas është ditë e shtunë, është data 13 shtator, ora është 11:24 edhe ne akoma nuk e kemi nisur ditën, duke qenë se është e shtunë dhe kemi marr pak më shtruar. Do doja shumë në fakt që të kisha dalë, por duke qenë se më prish Terezia dje, nuk kam bërë as dush, siç e shikoni kam flokët për të larë dhe gjithashtu më duhet të lyej, kjo është arsyeja sepse nuk i lava mbrëm në darkë vonë. Edhe do vendostojnë, pra kemi këto shërbimet e gocave të cilave dua t'i bëjmë patjetër, por pasi të mbarojmë punën. Më shikoni në kuzhinë, por nuk është ky fokusi im sot. Fokusi im është për të lyer. Pra do lyejmë të gjitha kornisat e dyerve, të cilën ju e keni parë te video kaluar që un kam bler bojën. Thjesht do mundojmë që të ka skena të vogla duke bërë punë shtëpie, sepse e di që i keni shumë qejf dhe gjithmonë gocat më shkruajnë në Instagram dhe i falenderoj shumë që Silvia sa pastër që e mban shtëpinë, sa punë shtëpie që bën. Do të thënë më kanë vlerësuar gjithmonë pastërtinë e shtëpisë edhe faktin që bëj shumë punë shtëpie. Kështu që le të futemi punës, sepse nëse nuk fillojnë tani në 11:30, me sigurt që nuk kam për të bërë punë.
the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Okej, tani është ora 9 e darkës dhe në fund erdhi momenti që unë të merrem pak me vete. Do thonë ju jam lodhur, jam super lodhur, ndjem vërtet shumë e lodhur. Por tani më kanë ngelur vetëm disa gjëra të fundit për të bërë. E para gjë që do bëj direkt tani është të lyej flokët. Dhe nga dalë zakonisht shumë thinja, ndoshta kanë shumë kohë pa lyer, nuk e mbaj më të fare momentin e fundit kur e kam lyer. Unë flokët e lyeva, I thava dhe tani janë super të butë. I bëra dhe me produktet e Olaplexit dhe mendoj se flokët më janë zgjatur goxha. Tani vendosa dhe thonjt, bëj qiell, por doja të vendosja duke qenë se tani është koha perfekte për të vendosur të bëj qiellin dhe pastaj më vonë të vendos kuqet që kam marrë. Janë të njëjtat kuq që kam pas edhe herë tjetër. Doja t'ju tregoj dhe 3 produkte make-upit të cilat I kam dhuratë, por duke qenë se po I shikoja tani këtu, atëherë po vendos që dua t'tregoj dhe juve. Janë 3 paleta make-upi për sy, por ju tashmë keni parë që unë nuk bëj make-up të syt, pra dhe pjesa e syve, thjesht penelin e zi që e kam timin e kam pas që në gjimnazë nuk e kam hequr akoma. Por duke qenë se këto më dhuruan, atëherë thash pse jo, ndoshta është një arsye mirë që unë të filloj dhe të përdor. Unë kisha edhe të tjera në fakt tone sysh, por I kam hedhur sepse nuk I përdor ja. Okej, paleta e parë është kjo. Këtu lart ka pjesën e pasqyrës dhe ka të gjitha këto ngjyrat e bukura. Ka kafe, ka jeshile, ka këto të verdhat, ka bojqiell, ka lejlak, ka dhe këtë që është në ngjyrë nude. Kjo paleta është shumë e bukur, dhe dua që të filloj të përdor, të bëj pra këto smoky eyes, të vendos në varësi të veshjes që kam veshur, të vendos të pak një penel nga lart, pra një nga këto tonet. Kjo paleta tjetër më pëlqen më shumë sepse I ka tonet më neutrale dhe mendoj se këtu do ta përdor më shumë se sa të tjetrën. Po më pëlqen shumë ngjyrat kafe, sidomos tani në veshje që kanë dalë kaq shumë në modë, mezi po pres që të filloj edhe t'i përdor. Okej, këtu kemi një paletë tjetër, të cilën unë tani do ja prish paketimin sepse në momentin që më dhuruan dhe ma trekuan, e hapi personi që më dhuroi, ndërsa tani unë nuk mundem ta hap, sepse sigur që ka për të më ikur në një nga thonjt. Atëherë, është kjo paleta tjetër, edhe kjo është me 2 kate. Këtu te kati I parë, ops më rajo, okay. Ka këto tone, të cilat janë për syt, dhe janë më shumë tone neutrale. Te pjesa e dytë këtu poshtë ka blush edhe kontur, ndërsa këto tonet këtu poshtë janë të gjitha për buzët. Kjo paleta më pëlqeu shumë edhe si paketim. Në fillim mendova se mos ishte make-up, duke qenë se ishte paketuar në atë mënyrë, por ishte paletë dhe është vërtet shumë e bukur. Përqen jashtëzakonisht shumë. E di që keni parë më shumë punë shtëpie, edhe unë kam qëndruar më shumë në shtëpi këto 2-3 ditë. Në momentin që po ju flas tani, na duhen vetëm 13 subscribers për të bërë 1000 subscribers, kështu që nëse nuk e keni shtypur akoma butonin, juftoj që ta shtypni dhe të arrini sa më shpejt 1000 subscribers. Gjithashtu mos harroni të lini një koment poshtë nëse keni pëlqyer këtë vlog ose jo dhe çfarë do doni që të shikonit më tepër tek vlogjet e mia. Dua t'ju pyes edhe në lidhje me diçka, di që është pak herët, por duke qenë se për mua do të hera ime e parë që do e bëj, doja ta dija që tani nëse do kishi dëshirë që të shikonit vlogmas nga unë. Por unë kam shumë qejf që këtë vit të bëj vlogmas, e di që do të sforcoj pak vetëm për të xhiruar video çdo ditë, por e sigurt që kam për t'ia dalë edhe kam për të dalë video shumë të bukura. Kështu që nëse keni dëshirë që unë të bëj vlogmas, atëherë më komentoni poshtë te komentet edhe unë të filloj të përgatis në mendjen time ato ide të bukura që na mund të zhvillojnë gjatë
vlogmasit. Atëherë kaq ishte edhe video për këtë javë, ne bashkë shihemi te video radhës. Bye.